ma, këndojmë nga larg me dashuri, moj arbëri. Të parë tanë me breng të lanë, sa koma nuk të panë, por sot si lule më jeti, më shqipëri. Falët e detit shkumboj në plotar, bashkë me shok në breg kemi dal, sa kemi marrë, s'ka detiva, o moje bukur arbëri. Shikojmë nga larg, mendojmë për ty, o moje bukur Shqipëri. Bello il finale, mi piace. Finale a bukur, bëhet qenë. Mirëmbrëma vajzat e bukura. Mirëmbrëma. Oh, nga vini? Nga Durrësi. Oh, nga Durrësi. Atëherë do ta nis njëri nga elementët pozitiv që ju na sollët sonte. Së pari, jeni shumë të bukura. Faleminderit. E veshja më pëlqeu shumë. Koreografia ishte shumë e bukur me një finale spektakolare me flamurin ton. Faleminderit. Gigant. Që valvitej me të gjitha ju poshtë aty si shtoj zovalle, por kam një kritik. Koordinimi kur kërcehet në grup, ashtu si kur këndohet në kor, është themelor. Prandaj, për mua është një po, pak me rezerva, sepse në raundin tjetër duhet të keni kujdes me koordinimin. Unë, ndryshe nga Elsa, nuk kam në një, ku e dion tash, në një pëlqim shumë të madh për ato rrobat, se kam përshtypjen gjatë gjithë kohës më shumë ju prishën punë se sa ju pra ju ngushtuan, nuk kishit aq të lira, se gjithë kohës kishit mendin aty, mos rrëzoheshit e tjerë. Duke pas parasysh moshën tuaj, por nga ana tjetër duke pas parasysh edhe skenën që ku jeni ku performuat, është skena më e rëndësishme në gjithë trevat Shqip Force, pra kur vihet aty pretendimi jon, por dhe juaj me veten tuaj do t'jetë shumë i madh. Unë personalisht kam thyer shumë zemra në jetë që ta vazhdoj me ju sonte, kështu që edhe nga mua është një po. Por kujdes për performancën tjetër. Okej? Mirë se erdhët shqiponjat e vogla të Durrësit. Kush do vi me mua nga Durrësi në Prishtinë? Mu duk sikur se po vraponit me shumë ngulm që të jeni të sakta. Dhe kjo nuk është ajo që duhet të jetë në koreografi. Koreografia vallëzimit duhet të përjetohet me gjithë shpirt. Dhe vetëm atëherë do të kemi diçka të bukur, diçka që do na dhuroj emocion, diçka që do na dhuroj spektakël, dhe atëherë do jeni vetvetja. Nuk diskutoj fare për pon, problemi gjithë është që i përcillni koreografit ose koreografes falënderimet për pjesëmarrjen dhe njëkohësisht na sillni ngjyrat e moshës. Bravo. Më pëlqen shumë. Bravo. Bravo, vajzë. Faleminderit. Bravo. Keni 4 po. Paçi.
Bravo. Bravo, uam ka fiksim, Dëgjoj, sa të mirë ajo, po unë kam fiksim të gjithave, apo të jot. Ti jam duke të përqafova kot. Po shko më çun atje. Po, të beson për juve, po ishit shumë të bukura. Ua, vini shumë të mira. Patjetër, po kthehemi pa nga kamera se kemi aty. Dëgjoj, shumë bukur. Koreografia e vështirë, po gjërat e vështira janë dhe të bukura se skena është e madhe apo jo. Goca këtu, jam këtu. Me një pozë shqiponje, përshëndesim gjithë ata që na ndoqën. Edhe suksese për etapën tjetër.